mëngjes. Sot është e martë. Është dita e takimit tek mjeku, te ginekologja. Sot jam zgjuar. Bëra ecjen time por shumë të shkurtër këtë herë krahasuar me ditët e tjera, domethënë pothuajse gjysmën. Edhe kam ecur shumë avash, sepse kam një presion të madh këtu tek pjesa e legenit. Edhe sot ka qenë vetëm një ditë që kam ecur, nuk e di, shumë e vështirësi. Kështu që shpresoj që ka një kuptim. Barku më ka rënë. Edhe sot jam shumë kurioze të di çfarë do na thotë doktoresha. Unë sapo kam bërë make-upin, do ju tregoj çfarë do vesh, do bëj pak flokët edhe nisemi se jam pak vonë si gjithmonë. Jam pak vonë si gjithmonë dhe me rim. Nëse çdo gjë është e mbyllur edhe nuk do kemi ndonjë gjë surprizë, do takoj pastaj mbas dite në qytet edhe një shoqe, nëse do jem mirë, nuk e di. Po ju them është pak kështu që të shohim. Po bëjmë gati dhe të ju tregoj çfarë do vesh. Atëherë, flokët i kam bërë me onde, i kam kapur këtu me një bikutin, edhe do t'i lëshoj pastaj për volum. Do vesh këtë fundin, kam kohë që se kam veshur. Është si vjesht sot edhe mezi po pres që të vesh këto çizmat. Do vesh këtë golfin, apo të vesh një bluzë të zezë më të thjeshtë. Do marr një me vete se kur dola aq pa ishte shumë ftohtë, kështu që po vesh këtë, çantën për ngjyrën, edhe këtë xheken e shkurtër. Dhe do vesh çizma. Ja një çik me tak, po jo shumë, janë shumë të rehatshme dhe sa i kam blerë në Temu, kështu që do t'i vesh patjetër. Po e vesh dhe po ja tregoj. Jam rrugës. Kam marrë me vete disa snacks që janë një herë këtu, që janë me miell misri dhe me banane, janë për fëmijë, janë pa sheqer, pa gluten, kështu që prandaj kam marrë. Janë pak të ëmbëlta prej bananes, por jo me sheqer të shtuar. Dhe i kam marrë me vete sepse nuk më ngram gjest dhe nuk e di si mi ikën koha. Thash, okay, do bëj dhe këtë videon, do editoj dhe videon se kam kohë. Dhe kam marrë edhe këtë snacks këtu, që është me bukë e thekur me miell thekre. Dhe ka në mes pesto dhe djath. Edhe është proteinike. Dhe po ashtu pa sheqerna edhe pa shumë karbohidrate, apo gjëra që unë po përpiqem që t'i shmang këto kohë. Në telefon mora tek mjekja, edhe i thash që do kem 10-15 minuta vonesë, duke qenë se e gënjeva, harrova pasaportën e mamit, i thash. Edhe tani tha ajo s'ka problem se këtu ka njerëz sa të duar dhe unë sa që shkoj atje prez nuk e di se sa. Kështu që avash. Po e hap që tani këtë bukën, të tostin me miell thekre, se po vdes për bukë. Edhe derisa në vi radha atje, nuk e di domethënë. Kështu, sot jam veshur pak thjeshte dhe jam shumë e lumtur që munda të visja gjërat e vjetit, por që mu t'i jem e sinqert në juve, çizmat i hoqa se mu duk vetja shumë e tepruar për të shkuar tek mjeku. Edhe vesha pupat e zeza të thjeshta dhe ngjan shumë bukur veshja, po ashtu e kompletuar. Mirë po nuk e teprova që të vesh tani taka, çizma, bla bla bla. Tash t'i merja njërë me vete, që po dola në qytet i vesh, po po dola në qytet të dalë, edhe të eci pak. Në ato çizmat sot është e pamundur. Kështu që sa po të dali djali jashtë, do t'i vesh. Sa po arrita, e bukra është që dua të eci një qik më shpejt, që ta arri shpejt, se parkimi është qik më larg, nuk eci dot. Imagjinot kisha veshur çizmat, ja t'ja tregoj pupat. Se d'ja duken. Dhe shikoj që këtu doktorin, domethënë zyren, dhe jam vërtet shumë nervoze sot. Inshallah të dali me lajme të mira.
fat, ja. Doktorisha. Parfare është gjithmonë proza e urinës dhe pastaj do shkojmë direkt të bëjmë CDG, matjet e zemrës së bebit dhe për fatin tim të mirë nuk ka asnjë njeri, do hy direkt. Që dhe pse u banova, nuk do pres. Kështu do ta bëj gjithmonë. Ja, përshëndet. Filloj me matjet, siç jam ka bërë Luk. Edhe aty lart është rrahja e zemrës së bebit, edhe poshtë janë matja e dhimbjeve të lindjes, që mbi 40 ose më duket se mbi 40 ose mbi 60 janë që mund t'i masi aparatura. Bebi nuk e ka qef fare këtë, dhe vetëm lëviz. Shikoni. Se t'ja duket, po unë e ndjej shumë. Sa po mbarova vizitën, tani nuk do iki në shtëpi, do shkoj në spital, sepse duhet të kontrollojmë nëse kam humbur, pra, çfarë quhet? Nëse më kanë rënë ujrat, sepse pH-i i matur ishte pak në disa vende më i lartë, edhe mund të kem humbur ujra gjatë qiqit. Dhe duhet të bëj edhe një takim me doktorin që ta sqarojmë, fëmia është shumë i madh, dyshim për makrozomi, pra fëmijë i madh, që barku është më i madh se sa koka. Edhe në këtë rast është problematike sepse koka, si do thuash, kalon te kanali i lindjes. Mirë po, barku ngec. Dhe në këtë mënyrë nuk mund ta bëj kurse si lindje natyrale, sepse fëmia do ngeci në kanalin e lindjes. O lodha, kam pritur kaq shumë, kam shumë. Dhe çdo 7 minuta kisha dhimbje lindjes, kontrakcione. Çdo 7 minuta. Që mbase mund të ketë filluar procesi, po nuk e di. Gjithsesi, unë tani po shkoj direkt në spital. Do kontrollojmë njëherë, pra nëse më kanë rënë ujrat dhe nuk i kanë ndjer. Dhe tjetra, Miss Verhelden, do me thënë, jo, çfarë quhet? Jo proporcional, pra koka është më e vogël se sa barku, zakonisht duhet jetë e kundërta, dhe tendencë për makrozomi, pra për një fëmijë shumë të madh për trupin tim. Kështu që shkojmë edhe shohim çfarë do bëjmë në spital. Jam vetë, nuk jam me Shtefanin, është në punë. Do doja të ishte se jam ndjem shumë keq, shumë e rënduar. S'kam çfarë bëj. Do ngaz veten time me këmbët e mia në spital. Edhe pse me zi eci. Doktorisha më tha me përmasat që ke ti, për mua nuk ke për ta lindur djalin me mënyrë natyrale. Vetëm nëse bjen tani, po gjithsesi fëmia nuk është se ka kokën shumë poshtë. Atje siç duhet të jetë, sidomos për shtatzanin e parë. Është i drejtuar me kokë poshtë, por nuk e ka aq të futur në kanalin e lindjes. Sa kam ardhur në spital, më morë gjithë dosja, edhe erdhem tek ambulanca e ginekologjisë për të parë si do veprojmë. Do bëjmë një testin e ujit amniotik, langut amniotik. Pastaj mbase të flasim me doktorin, nuk e di. Jam shumë nervoze. Qa do dalin nga gjithë kjo. Po bëjmë një CTG të dytë.
Më kanë thënë këtë letrën me vaj lavendel, se baby lëviz shumë, edhe kjo i qetëson. Sa po mbarova se të gënë e dytë, tani do presim vizitën me doktoreshën, doktorin, për të parë çfarë do vendosim. Jam shumë e lodhur. Sa po përfundova takimin, lajme nuk e di si t'i quajt mira apo jo të mira, gjithsesi do ja u tregoj në shtëpi komplet çfarë biseda bëra me doktoreshën. Sa përshtypje të mira, man të gjitha, mamit, infermiere, doktoresha, nuk e di. Një përshtypje shumë të mirë, shumë të thjeshta, shumë për kujdes, se jam shumë e qetë që do lind këtu në çfarë do lloj mënyre që t'jetë. Shumë teste, shumë kontrole, por do me thënë, ujra nuk kam humbur, që do të thotë është mirë. Mirë ose keq, nuk e di, se po të kishte filluar, në base kishte filluar procesi lindjes. Sa po të shkoj në shtëpi, dhe ju tregoj. Para se të flija gjumë, doja që ta mbyllja video, që mos t'i lë, si që lë video gjithmonë gjysmë, sepse jam pak si e turbullt. Okej. Kur ktheva nga spitali, isha e mbaruar, kisha dalë në orën 10, edhe ktheva në shtëpi në orën 4, kështu që nuk e di, vetëm kam fjetur. S'kam qenë ndonjëherë kaq e lodhur në këtë shtatzani sa sot. Nuk kam faj, shumë informacione, shumë rrugë. Kështu që si thash, isha tek doktoresha dhe pastaj shkuam në spital. Tek spitali gjëja e parë që më bërën është më futën prapë në matjet e CTG-s. Nuk e di nëse ka ndonjë emër tjetër në shqip, që janë matjet e intensitetit të toneve të zemrës së babit, dhe gjithashtu matet edhe nëse ka aktivitet dhimbjesh të lindjes, pra nëse kanë filluar. Edhe që unë i kisha mirë, po çdo gjë është e mbyllur përveç dhimbjeve që dalin në aparatur, që trupi im kontraktohet, mitra provon, ushtron, mirë po çdo gjë është e mbyllur. Për baby ishte shumë aktiv, sepse nuk e ka qef CTG-n dhe më dhan një vaj lavende që të merja disa herë ajër me këtë aromën e këtij vajit esencial, dhe baby u qetësua, po u qetësua aq shumë sa neve nuk na duhet të qetësosh aq shumë, duhet ishte një çik më aktiv. Kështu që pastaj më dha një esencë vaj limoni, u zgjua baby prap, filloi prap shumë aktiv, dhe më thënë ishte shumë e vështirë që t'ja masnin rrajjet e zemrës tamam, se ishte o shumë aktiv, o shumë në gjumë. Gjithsesi, pastaj mbaroi CTG-ja dhe kishim takimin me doktoreshën. Ishte, domethënë, përshtypje shumë të mirë, siç ju thash, edhe doktoresha kontrolloi babyn e mati dhe pesha që ata mendojnë që është baby është 3 kg e 800 gram tani, në fillim të javës së 39. Pra unë jam 38 plus 2 ditë, që do të thotë kam mbushur 38 javë të plota dhe kam hyrë 2 ditë në javën e 39. Dhe që i bie për lindje, kam edhe 1 javë e 5 ditë, pra gati edhe 12 apo 13 ditë, tani nuk di ta bëj fiks llogarin. Dhe për 12-13 ditë baby mund të marri edhe 500 gram të tjera, që bie mund të kaloj peshën 4 kg. Edhe doktorët normale që ishin me mua, çfarë lloj gjëje që unë të vendosja, baby është i madh për trupin tim të vogël. Dhe aq më tepër problemi, s'është problem, por koka e babyt është e madhe, si babi. Dhe barku është pak më i madh se koka, që do të thotë koka është e fortë dhe e çan kanalin e lindjes, por pastaj barku ngelet, sepse është më i madh se që është hapur rruga nga koka.
edhe më thanë, okay, si do që ta bësh, do që të bësh stimulim, do që të bësh operim, sepse unë në fillim e kisha thënë që dua të bëj lindje natyrale, dhe më thanë nuk ke më dëshirë të bësh lindje natyrale, spontane. Është patjetër që kam dëshirë, mirë, po tani kam frikë, duke qenë se bebi është kaq i madh. Edhe një e kështë vërtet shumë e mirë. Dhe më sugjeroj një zgjidhje që mua më duk shumë okay, që ishte ta lem, domethënë me stimulim që tani nuk e bën dot sepse është shumë herët dhe nuk është se baby e ka kaluar atë peshën 4 kg që të fillojmë direkt me stimulim, pra mund të ndodhi që në këto ditë nuk mos të rritet më, mos të shtoj ose të shtoj 50 gram apo ku dëgjon. Dhe sipas doktoreshës, mënyra është që ta lem babyn të mbushi javën e 39, pra dhe të jem vetëm një javë para datës së lindjes, takimit të lindjes së llogaritur që në fillim, dhe të jemi pra 39 javë plus një ditë apo plus 0 ditë, po që 39 jenë të plota. Dhe në këtë ditë ne do ta masim babyn, dhe nëse baby është poshtë 4 kg, ne do fillojmë lindjen me stimulim brenda po asaj dite që do shkojmë, pra do shkojmë që në mëngjes dhe brenda një ore, 2 ore do vendoset si do zhvillojmë. Nëse baby është nën 4 kg, unë kam të drejtën që edhe të zgjedh direkt edhe operacionin, është në dorën time, ose të shkoj me stimulim. Doktoresha mendovi që ne fillojmë, normalisht që mund të jetë më e vështirë, po mbase edhe ja del, ka shumë vajza që kanë bërë beba të mëdhenj, nuk e di, njerëz kam 5 ditë për ta menduar. Dhe nëse ka kaluar 4 kg, do futemi direkt me operim. Nuk e di nëse do jetë po ashtu e njëjta ditë apo një ditë më mbrapa, sepse mbase operimi ka disa dokumenta, po mbase edhe duke qenë se unë isha sot atje, ata e kanë të shënuar që nëse shkoj, edhe nëse është mbi 4 kg, operim direkt. E rëndësishme është që unë duhet, pra më tha doktoresha, ta marr çantën e klinikës dhe të bebit, sepse atë ditë që do shkoj, do ndodhi diçka, ose me stimulim, ose me operim. Kam shumë frikë, nuk kam pasur frikë deri tani fare. Tani kam frikë nga stimulimi, sepse çdo gjë nuk janë dhimbje natyrale, janë dhimbje shumë më të forta, që nuk do vinë duke u rritur gradualisht, por do vinë dhimbje buf. Edhe mund të ndodhi që trupi nuk merr sinjale, qafa e mitrës nuk hapet, dhe unë ndërkohë kam dhimbje, vuajtje, dhe pastaj duhet prapë të përfundoj në thik, në operim, që ishte ai skenari i të mërshëm në kokën time që ta heq këtë vuajtjen e dhimbjeve dhe pastaj prapë të shkoj me operim. Stefania ka marrë pushim tek puna, kështu që do vi me mua. Dhe kemi tani disa ditë kohë që të ndahemi nga Shtatzania, nga vargu. Nuk më besohet që për disa ditë, nuk do t'ja them fix ditën që mos t'i bëj merak edhe mos ta keni mendjen te unë. Po edhe njerëz që më njohin që mos të rinë duke më rënë telefonin, duke më pyetur sepse besoj që do jem në atë botën time. Nuk më besohet që Shtatzania po mbaron edhe shumë pak ditë. Nga ana tjetër dua që deri në ditën që ne kemi takimin, djalit ta gjej vetë rrugën dhe të vinë në mënyrë natyrale, sepse tani akoma jemi në limite që unë mund t'ja dal. Edhe lutem Zotit. Por për mua në fund e rëndësishme është që të dy të jemi mirë, si me operim, si pam natyralisht femra ka një rol heroik, sepse o doj kemi dhimbjet pas lindjes me operim derisa të marrim veten. Pra, do priten 7 shtresa, të cilat mbase duan shumë kohë për të shëruar ashtu 100%, ose do vuajnë para dhe pastaj kur të dalë lindja normalisht që do kemi mbase lëndime në pjesën vaginale, por rëndësi ka që ta kem baby në krah dhe të vinë të dy shëndoshe mirë në shtëpi. Kjo është ajo që ka rëndësi. Gjatë këtyre ditëve do flasim me Stefanin, do kërkojmë në internet, do pyesim për eksperiencat tuaja, më shkruani nëse keni, dhe do marrim një vendim ditën që do jemi atje, sepse edhe nëse është poshtë 4 kg, unë prapë kam të drejtë të them jo, kam frikë,
dua të futem në operi, ose të them jo dua ta provoj një herë, por nëse është mbi 4 kg, do fillojmë direkt në operi. Kështu, kaq update për spitalin. Tani, le ta mbyllim edition pak më bukur. Kam bërë një blerje në Temu, nuk kam asnjë kod për ju. Kam disa bashkëpunime me Temu që do vim më vonë, po këtu i kam bler vetë. Nuk ma bleu ma. Nuk i blevi njeri, i bleva vetë. Kështu le t'i hapem dhe t'i tregoj shpejt e shpejt. Jo një haul të Mirfield, ato do t'a bëj në TikTok dhe në Instagram, po do t'ju tregoj paka shumë këtu se çfarë kam bler. Dhe jam shumë e lodhur tani për t'i provuar, kështu që. Këpuca. Po vjen dimri, vjeshta dhe çizmat. Nuk janë kur mjaftuar. Janë 36, 35. He? Se 35 e kam marrë këto? Pse e kam marrë 35? Nuk më bëj. Nuk po të gjitha që qënë kam marrë. Nuk e këtë se e kam marrë 35. Okej, do t'i kthej. Gjithsesi që nga shumë të bukur, më pëlqen kjo taka 4 ore. Do t'i kthej dhe do kërkoj 36. Ose ma që më vjen. Nëse e kam pasur 36, dhe ta më kam futur 35. Se në të më vjen. Okej. Whatever. Kam marrë pastaj. Kjo është e mira Temus që mund t'i kthesh pas në probleme. E të marrë të tjera. Kam marrë një palë çizma të shkurtra, kështu cowboy, sepse edhe për në verë i vesh me një fund jeans këto, edhe shiko sa cute që janë. Materiali është fantastik, më pëlqen forma, edhe ngjyra që ishte bejt, edhe çmimi ishte po ashtu fantastik. Këto po, edhe 36. Kjo këtu, çfarë është kjo? I përqeve shtë tani. Te këto 35-a, unë e di që edhe 35-a më ka pas bërë, po jo tani që jam 7 zënë, ose pas 7 zënis. Më shfryrë kënda. Okej, këto më bëjnë. Por, nuk e di. Gjithsesi jam shumë të bukura, do t'i mbaj pak, do t'i provoj njerë tamam nesër. Nëse më bëjnë apo jo tamam dhe me çfarë mund t'i vesh, dhe nëse janë të rehatshme, t'i mbaj pak veshur nëpër shtëpi. Çmimi ishte shumë e lirë, 11 ose 12 euro, diçka e tillë. Edhe i mora sepse nuk isha asnjë palë kështu taka të zeza, të thjeshta, të bukura. Edhe pala e fundit e çizmave. Gjitha nuk e kam kaluar 20 euro shumë. Janë këto. Qa numri kam marrë këto? Nëse kam futur edhe këtë kod për shumë? Po jo, duken të mira këto. Edhe këto kanë edhe këtë pjesën këtu. Kam tani nga cila anë. Ja kështu. Edhe bën dhe të gjata, edhe të shkurtra. Shiko sa të bukura janë që të dyja. Domethënë kemi dy lloj përdorimshme ose moderne, kështu të bukura fare, me ndonjë fund jeans ose me ndonjë fund kadajt, ose pa klasike me ndonjë fustan të lezetshëm. Kështu që i kemi, si të thuash, dy palë çizma në një, më duket se ishin këtu të 17 euro. Nga më pëlqen shumë Temu për sa i përket kputucave, çantave dhe produkteve për shtëpi. Për veshje nuk jam e sigurt. Për gjërat e tjera, po këto të lashman. Po më duheshin një par çizma të thjeshta. Shikoni sa të bukura janë. Dhe ishme vetëm 12 euro.
si avlen, do me thënë thjesht për t'i veshur një përditshmëri, janë shumë të bukura, kështu që po tjetër që do t'i merja. Po i afrohemi fundit. Çfarë është? Sekondë. Palgeta. Kam marrë këtë palgeta se të ishin në çmim shumë të mirë. Kam marrë një palë pijame, sa cute. Ishin 3 euro, nuk marrë roba në Temu, po duke qenë se pijame nuk është se ka nevojë për ndonjë cilësi shumë të madh, dhe këto ishin shumë të bukura. Shikoni? Ja. Mund t'i vesh edhe tani. Edhe gjëja tjetër është ka marrë për djalin, për të mbajtur kamerën. Se kamerën këtu në dhoma e djalit nuk e në ku ta vë. Edhe kjo këtu është një gjë që rrotullohet e krevati edhe qëndron. Se si nuk e di. Po këtu vendoset kjo pjesa që mban kamerën. Shikoni në foto, se ja kam vendosur. Dhe varet se keni kamerën, ose për kështu mund ta vendosim edhe këtu, edhe këtu. Po kjo çfarë është? Që shtrëngohet kështu që të hapet. Okay. Dhe pastaj vendoset kjo këtu për shembull. Vezem. Edhe këtu mund të rrotullojmë të krevati, dhe të qëndroj kamera. Këto ishin të gjitha gjërat, përsa i përket çizmave 35 atyre të bardhave në fillim ishin shumë të bukura, do t'i provoj edhe një herë, po nuk është se do ta fut këmbën aty nëse më rrin shumë të vogla, sepse nuk ja vlen, do t'i kthej dhe do i porosis një numër më të madh. Kështu, ika tani, se shumë vonë, duhet të qetësohem, të shtrihem dhe kujdes. Djali mund të thotë mos ta mundoj më mamin edhe sot ose nesër e gjen rrugën vet pa ndonjë stimulim, pa ndonjë operacion. O Zot, të lutem, kam bërë kaq shumë gjatë kësaj shtatzanie dhe shpresoj që të mos shpërblet. Kështu, ika, po i hedh video në kompjuter dhe nesër shpejt do t'i editoj. Ciao, shihemi në videon tjetër, mbase me lajme të reja dhe të bukura.